Me vërtetuar se kryeministri ka orë se rënë se nga para mediave. Deputetin, fakt, kryeministri uzurpator, o thonë që ka ardhur, po unë s'besoj që ka ardhur në punë, nuk e di dikush ka po makinat të deputetit Kurti. Po më dhe e përfundum na, s'kemi kur gjë më thonë. Ata kanë mujtë nështë edhe me hy në ndonjë rrugë tjetër alternative, në rregull është, po ne nuk do të ndalemi. Nuk do të ndalemi. Nga këtu tash po shkojmë në kuvend, do të ripërsërisim kërkesën për thirrjen e seancës. Po ne as nuk ndalemi, as nuk friksohemi. Këto janë institucionet që i kemi ndërtu me mund, gjak e sakrificë, nuk janë të Albin Kurtit. Këto janë institucionet të qytetarëve dhe duhet të shërbejnë qytetarëve. Secili prej nesh, qoftë deputet, qoftë ministër, është i përkohshëm, e përjetshme është vetëm Republika dhe nuk do ta lejojmë Albin Kurtin që ta rrënoj. Shkojmë kuvend me bokër. Edhe një gjithë fundit. Mbram nëse si keni pa mënyrën se si kuvendi Kosovës. Mbram nëse si keni pa mënyrën se si kuvendi Kosovës ka lëshu komunikat për media, duke u distancu prej partive politike parlamentare të cilat janë në kuvend të Kosovës. Dhe ju ftoj që ta shihni komunikatën, tregon që realisht ky vend më nuk është demokraci, nuk udhhiqet për institucioneve legjitime. Kjo ndërtesë është vetëm ndërtesë një regjimi autoritar i cili për 18 muaj ka bë puç duke e uzurpuar zyrën e kryeministrit, se është vetëm deputet i certifikuar, ndërsa mënyra se si kuvendi i Kosovës, pra me ka lëshu komunikatën ne si deputet të kuvendit të Kosovës, do të kërkojmë llogari se vetëm në vende ku s'ka parlament dhe ku s'ka demokraci, mundet kuvendi të etiketon, të preshton 3 parti politike, 2 parti politike, sikur se pra më lëshu komunikata prej kuvendit të Kosovës, dhe bashkë me deputetët do të shkojmë në kuvend, do të kërkojmë llogari prej kryesuesit sipas moshës, por edhe prej administratës për një komunikat e cila ka shkel dinjitetin e çdo deputetit dhe dinjitetin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Pak dit man.